Përshëndetje të dashur miq, sot do ju prezantoj recetën makarona të skuqura në furrë me mishin e pulës. Kjo është nga ato receta të thjeshta që çdo kush mund të di ta përgatisë dhe ato që nuk kanë gatuar ndonjëherë, kështu që jepini vetes një shans dhe provojeni këtë recetë. Përbërësi kryesor i kësaj recete është pula, kështu që nëse keni pulë në shtëpi, mos hezitoni ta përgatisni. Unë kisha një pulë, ju mund ta merrni fshati ose thjesht në dyqan, nuk përbën problem. Unë e kam shumë bezdita prej pulën, por gjithsesi u mundova. Por ju më të lehtë do e keni thjesht nëse e merrni të gatshme, t'ja prej dikush, ose nëse jeni nga ato persona që keni qef ta preni pulën vetë, kjo është akoma dhe më mirë. Por duhet të keni parasysh ta mprehni thikën në fillim, sepse do ta keni shumë të vështirë si puna ime që mezi e preva nga që thika nuk ishte mprehtë. Pulën e preva në copa, kofsh, krah, shpatull, fileto dhe më pas mora tenxherën, i vendosa gjalpi i jep shumë shije të veçantë gjatë skuqjes së pulës dhe unë gjithmonë para se ta zi pulën e skuq për t'i dhënë një shije më të shijshme. E vendosim në tenxherë dhe e lëm për rreth 2-3 minuta derisa shohim që lëkura e pulës është skuqur dhe më pas kur pjesët e pulës të kenë marrë një faqe, siç e shihni dhe në video, do i shtojmë ujin që unë më parë e kam vluar dhe ja shtojmë derisa copat e pulës të mbulohen. I shtojmë dhe veget, unë përdor veget gjithmonë kur e zi pulën, por ju mund të përdorni edhe krip. I shtova edhe pak piper përsipër dhe e lash që të vloj. Pula ishte shumë e mirë, kështu që edhe lëngu i saj doli me vërtet me tepër vlera. Më pas vazhdoj me ingredientin e radhës që është një kokër qep dhe kjo do japi shumë shije tavës tonë me makarona dhe pulë. Unë mora qepën e griva ime dhe vendosa në tenxhere me vaj ulliri dhe duhet i shtoni krip që ajo të zbutet dhe ta leni disa minuta me kapak që avulli i saj ta shkrijë qepën. Vazhdojmë me përgatitjen e makaronave, furrën e ndezim dhe e nxehim. Makaronat mora nga këto të gjatat linguini dhe i vendosa në një tavë. I shtrova aty dhe i vendosa pak gjalp përsipër. Makaronat i futa në furrë dhe furra, siç e tham, duhet të jetë e ngrohur më përpara. Makaronat duhet të skuqen në këtë lloj mënyre duke marrë një faqe si ngjyrë kafe. Mund t'i përzini her pas here që të gjitha makaronat të kenë atë ngjyrën dhe ja lëngu i pulës është ziher dhe unë i vendosa dhe qepët ja përhapa në të gjithë tavën, qepët që skuqëm dhe pulën e rreshtova në këtë formë dhe hapi i fundit i kësaj recete është i vendosim lëngun e nxehtë të pulës. Tava e makaronave duhet të jetë mbuluar me lëngun e pulës. Makaronat duhet të mbulohen nga lëngu i pulës, por duhet i hedhim dhe pak më shumë që ato të zihen mirë, duke e parë me sy 2 gishtë sipër makaronave. Unë i shtova gjithashtu dhe paprika të gjithë pjesëve të pulës për t'i dhënë një shije më të mirë dhe ngjyrën më të artë dhe e fusim në furrë, e lëm për rreth 30 minuta derisa të shohim që makaronat janë bërë gati. Ndërkohë pa humbur kohë, unë përgatita një sallatë jeshile sepse vakti nuk do jetë i kompletuar pa e shoqëruar dhe me një sallatë. Unë e lava sallatën jeshile dhe e griva kështu në ripa të hollë, e vendosa në tas dhe ndërkohë pa shfurrën makaronat ishin pothuajse gati. Mora një gjysmë kastraveci dhe e ndava në kubik të vegjël. Ju mund ta bëni sallatën me çfarë të keni në shtëpi, mua këto më ndodhen dhe kështu e përgatita. Por gjithashtu kjo sallatë i shkon dhe shumë ushqimit që po përgatisim. Domaten unë shpesh e prej në këtë formë, por ju bëni si të doni. Mora edhe pak djathë feta, ja hodha përsipër, ky ishte nga këto djathat që ishte gati, kështu që ma lehtësoi edhe më shumë punën. Pak mistër, mistri jep shumë ëmbëlsi sallatës dhe ne kemi qef ta përdorim gjithmonë. Gjithashtu i bëra edhe një si tip salce duke vendosur vaj ulliri, limon dhe piper.
Mos harrojmë të shtojmë dhe krip salsës që po përgatisim dhe marrim një lugë ose e vendosim në një kavanos të vogël dhe e tundim kështu. Lëngu do të trashet shumë shpejt. Ja shtojmë sallatës përsipër dhe çfarë të hash. Është super. Nxjerrim dhe tavën nga furra. Unë e kam qef kur është pak kështu në fund e lëngshme me atë lëngun që është trashur nga makaronat dhe mund t'i shtoni edhe pak parmixhan përsipër. Më mori me vërtet kaq pak kohë që të përgatisja këtë drek darkën sepse isha me vonesë në përgatitjen e tyre. Sa herë që ha këto makaronat që i skuq kështu në furr, më kujtojnë shijen e dikurshme. Komentoni më poshtë nëse ju pëlqeu. Ju bëf të mirë.